Një ngjarje e rëndë e pazakontë u shënua në zonën e Skelës mes ditën e kësaj të hëne. Një përplasje mes dy automjeteve që në fakt nuk ishte edhe shumë normale, sikundër po ndiqni pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, menjëherë pas aksidentit. Automjeti Benz ka përplasur një tjetër automjet që po ndiqni në ekran dhe ky i fundit përfundoi në trotuar. Në vend ngjarje menjëherë mbritën forca të shumta të policisë që shoqëruan drejtuesin e mjetit që përplasi automjetin tjetër. Fatmirësisht drejtuesi i këtij automjeti që u përfshi në këtë aksident të pazakontë ka arritur të dalë në kohë nga makina e tij, duke shmangur edhe lëndimet personale. Si pasojë e përplasjes, të dy automjetet kanë pësuar dëme të konsiderueshme materiale, ndërsa policia u ndodh në vend ngjarje menjëherë për të nisur hetimet të këtij aksidenti që në fakt nuk ishte i zakontë. Mbeten për të parë shkaqet e këtij aksidenti, ndërsa policia mori në pyetje edhe shumë dëshmitar në vendin e ngjarjes, por edhe dëshmitë e dy drejtuesve të mjetit.